Investimi ka qenë rreth 1 milion euro, që jemi të vetë në Kosovë, kompania po në Kosovë që ka bën një gjë të tillë, pa e cila punson vetëm persona me aftësi të kufizuar. Njerëz jemi edhe na, sikur ata, veç jemi pak më ndryshe. Personat që janë me aftësi të kufizuar shkojnë tutje, mos ndalen hiç. Fjalët ato pra gjykimet, do të milon anash, është vështirë shumë, po do të milon edhe me hiç tutje. Siguronë. Po unë du shumë jetën edhe vetën shumë. Tash ne falenderojm shumë të veçantë për Fondacionin Golden Eagle që na ka mundësuar me punu këto. Na ka mundësuar këtë fabrikë që ka hapur. Të gjitha përfitimet nga kompania jonë ndohen donacion për persona me aftësi të kufizuar. S'do të përshkruaj as me fjalë kur kom dëgjuar që u hap kjo fabrikë për neve. Një fabrikë letre, e cila është ndryshe dhe e veçantë nga çdo gjë tjetër në Kosovë, neve po na dëshmon se puna, dinjiteti edhe ëndrat nuk njohin kufizime. Kjo kompani quhet Fresja dhe është fabrika e parë edhe e vetme në vend në të cilën punojnë vetëm persona me aftësi të kufizuar. Ajo që vlen ceket është se nga kjo fabrikë gjitha fitimet e shitjeve shkojnë për personat me aftësi të kufizuar. E çdo ditë ata krijojnë produkte të cilat përdoren në mbar Kosovën. Këta njerëz po e na e dëshmojnë që kur i jep dikujt një mundësi, ai mund ndryshoj botën e vet, por ndoshta edhe tonën. Sot jemi në Lipjan, te fabrika e letrës Fresja, e cila është e vetmja në Kosovë, por edhe në rajon, që ka të punësuar veç persona me nevoja të veçanta. Tash kemi me shku me po më nga afër punën e tyre, ka me na fol drejtori Endrit Rexhaj, edhe të njëjtën kohë kemi me intervistu disa nga punëtorët që janë ato. Hajdeni të shkojmë edhe të shohim me nga afër punën e Fresjes. Këtu jemi me Endrit Rexhaj, i cili është drejtori i Fondacionit Golden Eagle dhe Frutex, ai ka më na fol pak më shumë për kompaninë Fresja, edhe të shohim çka ka më na thonë. Endrit, përshëndetje, si je? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Ç'është po kalon, ç'është po janë ditët tua? Mirë, në po shkesh, ç'të të punon për ditë. Apo na fol pak më shumë për veten. Për veten. Kur ja ke nis me punu, kur ju ke bashku Frutexit? Unë në moshën 18 vjeçare, pas përfundimit të shkollës mesme, vetëm ja kom fillu me punu kompaninë Frutex në sektorin e IT-s. Me një përkraje të madhe nga pronarja Shaçi Palushi, ku më arrit që 7 vite të jam një nga punëtorët me performancë më të mirë në kompani. Dhe pas asaj ka lindur ideja që ne ta hapim një fabrikë që Fondacioni Golden Eagle dhe Frutex ta hap një fabrikë e cila do të punësoj vetëm persona me aftësi të kufizuar. E ç'është ka lind kjo ideja? Ideja ka lind nga pronari i cili është Ideja ka lind nga pronari i kompanisë Frutex, po i cili me themelimin e Fondacionit Frutex dhe Golden Eagle, përmes një kampanje ka ndorë mjetë dhe e ka themelu fabrikën Fondacionit Frutex dhe Golden Eagle, e cila bën prodhimin e brandit Fresja dhe linjën nga ambalazha e kartonit. E ç'është janë kon ato fillimet e juja, kur ja keni tregu idenë edhe njerëzve tjera, kanë përkrahur, ç'është? Po, ka pas përkraje, fillime gjithmonë janë pak më të vështira në çdo lloj biznesi, në çdo lloj pune, po e jona nuk është vetëm punë ose biznes, po është më shumë si një sfidë në vete. Fresja nuk është veç biznes. Jo. Pse nuk është veç biznes? Është më shumë Fresja. E ka një qëllim shumë të madh në vete. Fresja nuk është vetëm një biznes, por Fresja ka një qëllim ose një kauzë shumë më të madh ku te na punson vetëm persona me aftësi të kufizuar, si në prodhim, si menaxhim, po ashtu edhe në teren. Prandaj çdo mjet ose përfitim nga Fresja që bëhet nga produktet e Fresjas do të ndohen për persona me aftësi të kufizuar. Të gjitha përfitimet shkojnë në kodët persona me aftësi të kufizuar. Do me thonë, jo pe kësaj kompanie nuk fitani? Jo, na pe kompanisë Fresja asë një tronë nuk kemi profit. Për veti si kompani. Të gjitha janë shpenzimet tona dhe pjesa mbetet ndahet për persona me aftësi të kufizuar për këtë kategori ndryshme. A kanë përkrahur edhe njerëzit e tjerë këtë?
Po, tash Apo shihen shitjet, a janë rrit shitjet? Po, gjithmonë jemi duke shkuar në nivel të rritjes, jemi duke shumë më mirë. E ndreta po na fol pak më shumë për Kauzën edhe faktin që Fresja nuk është veç biznes. Po, Kauza Fondacionin Frutexa Golden Eagle, e cila e prodhon brandin Fresja dhe linjën dhe prodhimet e kartonit ambalazhës të kartonit, nuk është vetëm biznes, është diçka shumë më e madhe, e cila ka një kauzë mbrapa, e cila punson vetëm persona me arsyet të kufizuar. Por e veçanta e kësaj është që të gjitha mjetet e përfitimit nga produktet tona ndahen për kategoritë me persona me arsyet të kufizuar ose për organizata të ndryshme për këtë kategori të veçantë. Shkurt e Shqip nuk fitoni kur gjo prej kësaj Jo, kompanie ne nuk fitojmë asgjë nga kjo kompani, as nuk e kemi hapur për përfitime tona. Fresja është vetëm një kauzë e cila do të gjendet në çdo nevojë për persona me arsyet të kufizuar. Aja ka vlejt gjithë ky investim, për shkak se janë kogja shumë e madhe që është bërë investim këto edhe... Investimi ka qenë rreth 1 milion euro, ja ka vlejt, shumë në mëre që ka vlejt për arsye që ndoshta jemi të vetëm në Kosovë, kompania e parë në Kosovë që ka bërë një gjë të tillë, por jemi ndoshta vetëm edhe në rajon dhe vende të tjera ndoshta jemi të vetmit që e bëjmë këtë sen. Çish i zgjadhni punëtorët? Po gjithmonë rekrutimi i punëtorëve të na po gjithmonë duke hapur një pozitën e punës, e hapim pozitën e punës, pastaj thirrëm një intervistë, apo mes intervistës jemi një komision nga 3 persona të cilët angazhohemi për atë pjesë dhe përmes intervistës e zgjedhëm punëtorin i cili mundë me punu në vend punës. Por që nuk i po gjithmonë sigurohemi që punëtori nuk i rrezikohet shëndetin punën që e bën ose nuk i rrezikohet pamundësia për të punuar. Për shembull, në bazë çfarë nevoje ka edhe bën edhe... Po në bazë gjithmonë ja hapmi pozitën, e këqymi pozitën tani në bazë nevojave çfarë persona na duhen për atë pozitë, në bazë asaj në intervistë zgjedhim ata persona për atë pozitë. E çush është atmosfera këtu mes kolegëve? Çush e çani me njëri tjetrin? Atmosfera është shumë e mirë, shumë atmosferë. Çush kalon? Ja kaloni mirë me njëri tjetrin? Po atmosfera është shumë e mirë, kalojmë shumë mirë, puna është pak më shumë se puna është edhe pak sfidë në vete për punonësit tanë, po gjithmonë mundohemi të jemi sa më të mirë dhe sa më transparent në lidhje me punonësit e cilët janë të punësuar në këtë fabrikën tonë. Unë e di që ka edhe punëtor, shumica punëtorëve është puna e tyre e parë që e bojnë. Qysh janë fjalët e tyre, qysh janë ndija ata, që ja keni dhënë mundësi për shkak gjendjes tyre, nuk ju është dhënë asnjëherë mundësia askon me punu. Edhe puna e parë ka qenë këto. Po, kemi disa punës të cilët punën e parë, ndoshta rreth 40 vite të jetës së tyre. S'kam punu kur gjallë. Nuk kam punu kur gjallë, për e parë e kanë bërë të na. Është një shenjë falenderuese nga ana tyre shumë e madhe, ne jemi krenorët të cilët jemi ata që ja kemi dhënë një mundësi atyre për ta kallëzuar veten, për të punuar, për ta gjetur veten në një veten në një ambient të punës dhe të ndihen të gjithë të barabartë. Po dhe kjo është edhe qëllimi juaj kryesor edhe bravo për punën e juaj. Po qëllimi juaj kryesor është që të ndihen të gjithë të barabartë në vendin e punës. Sa punëtor janë? Për momentin e kemi 11. Po, ku munden mi gjetë produktet e letrës? Produktet e letrës Fresja gjenden në shumicën e marketeve në Kosovë, po kemi edhe nga fabrika shite, të cilët i bëjmë me një ambulantive. A ka pas mbështetje edhe prej bizneseve, a ju kanë përkra në blerjen e tyre që masanina, do me thonë prej marketeve kryesisht. E ndret në atash po vazhdojnë atë prodhimi edhe po i këshirëm ma shumë fabriken edhe kushtet e tjera. Po, pa problem, ujna ma vazhdo. Kjo është pjesa e prodhimit, ku bëhet këto. Këto është linja e kartonit, ku për momentin nuk jena të punu, pa arsye një defektit, për ndryshë se jena të prodhu letë të kuzhine. Okej. E ndrit tash jem në pjesën e prodhimit, apo të fabrika, a më nësh me na i tregu krej procedurat, prej as dhe i të zhëja? Tash jemi në pjesën e prodhimit, ku bëhen prodhimi i ambalazhës kartonit edhe letrave
higjienike e toaletit, atë kuzhinës, fresia. Jemi këto, për momentin gjendemi në prodhim, ku atje është lënda parë, e cila mirët, hinë në prodhim aty. E lëndën e para siguroni prej Kosovës apo prej Jo, jashtë? lënda parë vjen nga Turqia. Okej. Nga Turqia, ndërsa kjo është lënda parë e kartonit, e cila përpunohet a nxirren ambalazhet ose fundohet e pijeve të kartonit. Prandaj kjo është lënda parë mirët atje, ku vendoset këto, këtë vendin këto, edhe fillon prodhimi i letrës në këtë pjesën gjmina. Nga që të fillon prodhimi i letrës të pjesës anin. Masani hapi dytë. Po, përndysh, hapi dytë, këtu mirët si rullne, lënda parë, ku vjen, mirët ndahet shtresa, fundet maqinë përpunohet, hapi dytë shkon atje tek premja, ku për moment nuk muna mi marrë sa maqina të punu. Po. Shkon aty tek premja e letrës, ku pështillet, edhe hapi tretë ku përfundon premja. Pështillet bëhet rollën dhe përfundon premja e letrës, pështillet bëhet rollën dhe hyn në pjesën ku për edhe bëhet e gatshme për produkt të gatshëm. A janë të rrezikshme këtu pajisja apo? Pajisit nuk janë shumë të rrezikshme, po se pajisi ka një rrezikshmëri të vetën, pa më parasysh ne kemi një punës ose dy gjithmonë që janë profesionistë në drejtimin e kësaj lëmie. Po do me thonë rollet si në çdo kompani janë ndome dhe... Po, si në çdo kompani që janë rollet e ndome, ne këtu i ndojmë. Këtu bëhet paketimi? Po, nësa këtu bëhet paketimi, për momentin është një manuale, nga paketimi gjithmonë bën nga 4 deri në 5 persona. Okej. Po, për momentin jemi Ai një lodh. Për momentin jemi duke e prodhuar letrën e kuzhinës, që është letër XXL, e kuzhinës me një gramozh për 600 gramëve. Për momentin jemi duke e paketuar këtë. E ndretun po flasë edhe si kliente, kualitetin e kanë shumë të mirë. Kualiteti është ekstrem i mira, më nëshë për me na folë pak ma shumë, a e këni pas problem mënyrën qysh me gjetë, qysh me ra, adin pikë dhe... Problem nuk kena pas një qysh me gjetë a me on pikë, sepse ne nuk filmi ndështë në të shmem, ose në gjatja. Ne nga fillimi që kemi filluar, kompanin gjithmonë ka qenë si pjesë, si pikë kryesore që cilësia të edhe nivelin më të mirë më në shumë. Ndështë kualitetin e kemi shumë mirë, po ende ka nevojë për përmirësim ku mundi me bën alo më të mirë, ku presi me bën shumë më mirë. Gjithmonë jeni në hap me kohën, po ku së shpejti do të investojmë në linja të reja, të shtohen në linja të reja dhe prodhime të reja, ku do të vina produkte të reja në treg. E a priti me zgjeru produktet? Po, presim me zgjeru produktet. Po për momentin jemi me qëllim të prodhimit me kapacitete pak më të vogla, ku kena me fillu me kapacitete pak më të mëdha, kena me zgjeru produkte, me shtu produkte të reja, linja kena me prodhim të ri, po ndoshta shumë shpejt kjo të ndodhë që kena... E në drejt dishta me të pyt, a ka t'interesum me t'inu? Ka t'interesum, po jonë mos të mëdha. Jonë mos të mëdha. Edhe ka këtë shumë lëvizje të punëtoja. Lëvizje në atë aspektin që migrojnë jashtë apo jo, lëvizje që vjen, njësë punën në 2 dit apo 3 dit, ka më nuk e pse mendon që ndodh kjo? Po pse mendoj që ndodh kjo, se cili për arsye të veta personale, ndoshta dikush ishe vetën nuk po mundet, dikush ishe shumë zërë, shumë maran, anë është që e pjesë e cilën ndoshta di kanë penalizuar më shumë, di ka më pak. Po disa kanë pasur arsye se që ndalen dhe skema sociale që i kanë që i ndalen, e gjë të dëshme, po nuk e di, nuk më dhënë arsye për se cilën për shka e kalon. A ka pas paragjykime sociale? Për kompanin tonë? Jo, për kompanin, po nështë edhe në bisedat mes kolegj. Jo, ose diçka. Jo, ne nuk kemi pasur asnjë paragjykime sociale këtu. Jo, e kam fjalën njerëzit për kompanin. Për juve në këtë rast. Jo, nuk kemi pasur ashtu paragjykime sociale, po tash çush më thon,
kanë përqafu shumë shpejt këtë idenë edhe... Po, e kanë mi prit idenë, po për gjithë, adish nuk mundë më konë ide e njëjta për gjithë. E vërtet, po. Po, tash nuk mundë për gjithë, po për gjithësi... Mos modhe, po. Mos modhe pëjt mirë, për gjithësi o pëjt mirë. Pëjt mirë si ide, o pëjt mirë si kauz, ku me dojnë që këna më prit alo më mirë, këna më rrit alo më shumë, më rrit kauzën alo më shumë. A e ko një kuptim presja? Se unë lumtova pak më dilshin do kuptime kështu? Po, presja ka një kuptim, presja për ndryshë është lule. Është lule, po ka një kuptim që simbolizon dashurin, butësin, besueshmërinë e shumë gjëra tjera, ku e simbolizon emri presja. Lula e cila i për këto. Edhe na kuptim na e kemi marrë emrin presja për çfarë kuptim. Ndashta është një vend që simbolizon dashurinë e mjesinë e gjitha. Kauza ju është shumë e madhe dhe diçka që ju ka dashur Kosovës shumë. Po, fal pranojë Shoqë Palushi, a fondacionit të tij Afrotex and Golden Eagle, o boni kauzë shumë e madhe, ju ka dashur Kosovës shumë, ndoshta vani tonë si sa ne, po nuk do të ndolmi me kaq. Edhe vlen cekët edhe të falenderohet edhe Baca Shaqer për shkak se nuk ka absolutisht nuk fitohet kur gjo prej kësaj, gjitha përfitimet shkojnë në fondacion. Jo, nga kompania Afrotex Golden Eagle nuk fitohet për gjo, absolut për në kodët të biznesit tonë, për vetëm shpenzime dhe gjë atje, nuk fitohet asgjë. Të gjitha përfitimet nga kompania jonë ndohen donacion për persona me arsyet të kufizuar. Edhe sot bën më një krenar edhe i lumtur kjo, për shkak se e di që e bën më shumë qef këtë punë. Edhe e di që i edhe motivim edhe inspirim edhe për punëtorët. Po të banë më një shumë krenar, e para është gjithmonë të njësë të falenderu pranojën, shaqien, banë më një shumë krenar, se e para është besueshmëria ndaj teje, tani janë udhëheqja e një fabrike që është ma veçantë ta në Kosovë, po andaj janë është aty. Edhe dhe me thonë një shumë krenar edhe shumë i lumtur për këtë pjesë. Po, fajnë Po që kanë qenë ato momentet e para kur ta kanë përmend edhe të kanë thonë që ti ke me qenë drejtori. Që që ndinë ato momente për shkak se edhe ke qenë i ri? Po. Emocionet përzime, ne nuk... A tu besoj ke? Mu besoj ka adin se... Se e ke bo vete normal gjatë punës të këtë. Po, të njoftë. A dish përnora ajmë ka bo vlerësimin vend ndaj meje, po a dish paja njësë, hala dyqysh nuk disha dhe në që me thonë se për dhe sa o njësë tani i ka si cilë tani sfidat e veta, si cilë e sani, i ka sfidat e veta. Kja në është pak ma shumë si sfidë se si punë. E ndrit, qa është presja për ty? Presja për mu është zemra atyja personave që nuk dëzohën kur pa më parasysh sfidave që të sjell jeta. Andaj çdo rrotëll, andaj çdo ullë ose çdo produktorin ku shihen nëpër markete ose në vende të ndryshme, a dish gjithmonë është një fas simboli që dihet që prodhohet nga persona me një zemër të madhe ku secila është sfidë në vetë. Edhe shumë mirë që a keni nisë dhe që jeni shembull në këtë aspekt. Shumë faleminderit. E ndrit, a e keni mesazh për këtë njerëzit që e shohin këtë video edhe kryesisht edhe për ata me nevojat veçanta? Mesazh për këtë njerëzit, një gjithmonë duhet më konë transparent ndaj vetës me pranu vetën çdo lloj mënyre, por kur nuk duhet të zohet. Pa më parasysh sfidat që sillen në jetë apo diçka një gjithmonë duhet të vëtet edhe të vazhdoj përpara të zohet. Po kryesisht për njerëzit që nështë ndihen para gjykimit ose diçka, a pitojnë bashës nuk duhet më dorëzu asnjëherë, edhe nuk duhet me i besu fjalëve që tjerë të thënë. Jo. Se tek e fundi dikush shëshon, problemin e ka me veten. Edhe dikush shëshon, apo një koment negativ, nuk duhet më parasysh që ty më ndol për shka për shembull çaj fol apo jep një koment negativ, apo shëshon ku tash të jena në një vend apo në ku jetojmë, ku secili ka mendimin e jetë vetin, dikush e ndoshta një mendim më të keq, më negativ, po tani ka edhe pyetje që ta japin një mendim shumë pozitiv, atë shtojnë ala më shumë përpara. E përsa ata nuk bën munal kur, kundras dhe gjanave të këqija edhe negative që dikush mundet me i fol,
po do të me ecë përpara dhe ti e the shumë mirë, me pranu veten çashtu që je, edhe me besu veten. Me besu Se veten. që tu janë armë ma të fuqishme që të shtin me ecë. Që kjo është sani kryesor, nashta ku ti e pranon vetin që shije dhe beson vetin, është sani kryesor këtë nashta mundesh me ecë. Po, çelën këtë rrugë, da nuk dëzosh, është sani kryesor këtë nashta mundesh me ecë çdo kohë, jo vetëm punë, por në çdo vend, vetëm kërkohet mundësia, momente që ti për mundësia mundesh të këtë. E ndrejt apo na fol pak ma shumë për kushtet e punës në kompaninë Influencia. Po, kushtet e punës tash janë një standard kogja i mirë. Më thonë kogja i mirë edhe nëse Po. Është një rrugë mbi mesatore edhe... Po, kushtet e punës është një rrugë mbi mesatore, të gjitha tjera janë të rregulluara sipas ligjit, si pushime, si trusje, të gjitha gjërat tjera. Po një dhe të 50 javë, 2 vikendet është pushim, është të rregulluar sipas ligjit. Kushtet ne nuk besojmë që kena të qia. E a prisni me zgjeru staf? Po, presim me zgjeru staf, me zgjeru për dhe me gjitha. A mundesh me na u prezentu si quhesh? Gjevrie Borovci. Gjevrie që sa kokë në Unë i bëj tash 3 vite që Do më tha kam prej fillu. hapjes. Po, që kam fillu me punu këtu. Qysh kanë qenë fillimet e tua këto? Shumë mirë, Qysh je ndi kur jeni taku me stafin me... tepër mirë. Dyqysh s'une s'më me përshkru as me fjallë kur kom dëgju që u hapë kjo fabrikë për neve. E nga jeti, cilit vend? Unë jam prej Kamenicës se këto banaj. E do më thonë, a e kini edhe transportin e... Ju, transportin E do më thonë vetë vene. Po, po në E autobus. me kolegë që shëqani? Mirë shumë, super. Që shkalloni? Mirë valla që të punojna, keshëm, bojna e gore. E saksisht qa bëm, do të bën të janë... Unë e bëj paketimin. Paketimin. Po, paketimin e letrës të gjenës. A të ka përshtot puna? Po, shumë mirë. Është punë e mirë, është punë e palodhshme, është e lehtë për neve, përshtatshme. A ke pos në herë para gjykime? Po, normal. Do më konë jashtë Po, tuhet. jashtë. Po, shumë me le. E qysh je nina ato moment? Po, t'i bëj shumë këto keq. pyetje? Jo më stanin, se jo A më di pse? Jo, po t'i bëj këto pyetje për shkak se me kuptu edhe njerëzit, Po. me e drejtu gishtin ka vetja, Po. edhe mos me lëndu Po, për tënë. kuptoj. S'ka problem. Qfar para gjykime ke po? Po, gjithë shpare. Pse i kështë sovjetiki, i shumë e vogël, pse kështë ta më. Edhe ti për kundras i krej gjonave nuk je nol, Ja, kur req. edhe shumë mirë, je një shembull suksesi që Faleminderit. njëri duhet me luftu gjithë për ëndrat e veta dhe me ecë për Po, para. falenderit shumë. Edhe krejt ato gjona që njerëzit i flasin për ty, Po. nuk kanë të bojnë. As me ty, as me... Normal. Vetë me qatë njerin qaj qatë. Po. Edhe a e ki një mesazh për njerëzit që para gjykojnë? Kam një mesazh që mos të prekin me fjallë, se njerëz jemi dhe na, sikur ata, veqim pak ma ndryshe. Edhe jeni shumë atë mirë, shumë atë veçantë, dhe ju rujtë zoti. Faleminderit shumë. Edhe po shpresoj që asnjëherë nuk keni më pas si probleme pa lidhje, dhe po shpresoj që kemi më kfill se Po, na shqiptari gjithë e gjan një gjatë keqe për me të. qashtë. Jo veç për juve, po Po. pras për secilin, Po. a ke po. Kështu që s'bën mu nal me ecë për Ja, para dhe... ja, s'do të munal. Kam edhe një mesazh për personat që janë me aftësi të kufizuar, pa marrë parasysh cilës sindrom kategorisë për të shumë cek, që mos t'i ndëgjojnë fjallë edhe shkojnë tutje, mos ndalen heq. Se gjithë ka me pos njerës të mirë edhe që kanë me ju... Shumë. Të kanë mesazh prej meje. Bravo. Edhe mos të ndalen, mos të ngurrojnë, paraqiten për me punue, paraqiten të fort. Edhe të bojnë hapin e parë, se të ke fundit një jetë e keme dhe të bënë mungu ju në shpejt, se cili prej njeve është ndryshe. Se cili, edhe shqyqër që jem ndryshe. Normal. Se krejt me konë njëjtë kejtë bota i shkon bajat. Kështu që shumë mirë që e the dhe po shpresoj që gjdo njeri
ka me marrë forcën edhe guximin, Po. me dalë për te o borit shtëpis. Po duhet. Edhe Do të me i dhanë zarë. Me i thy barrierat, ato fjallët, ato pra gjykimet, do të me i lanë anash. Ashtë vështirë shumë, po do të me i lanë edhe me i tutje. Edhe me dash vetën. Sigurone. O, ta hosë. Po, unë e du shumë jetën edhe vetën shumë. Bravo, edhe po mbjen shumë mirë që falë kësaj video ka me shkuna për shumë sy edhe në shumë vesh kjo mesazh edhe bravo që. Faleminderit Po shumë. familja ju ta u kom mbështetës edhe për krasë. Po, deri dikon po unë jetoj vetë, banoj vetë. Po njerëzit të rejtë Po, shumë po, gjithë. shumë, po, shumë. Bravo, njeri do të me dash tjetën edhe se Po. një jetë e keme dhe do të me... Po, e kam edhe një falë, në shtatë Po, do jo prema. ti lirisht sa Se dush. e kam edhe një mesazh, një falenderem shumë të veçantë për Fondacionin Golden Eagle edhe në kry me zotërisha që Palushin që na ka mundësu me punu këto. Na ka mundësu këtë fabrikë që e ka hapë. A vjen një vizitu basi shaqe? Shpesh, po shumë kujdeset për neve. Do me thonë keni vesh fjallë të mira Po, për to. po. Në gjithësëse. E qa ju thot ai? Qa u koni mesazh që jo ka dhonë edhe ju ka mbetë në kry? Fjallë të mira për neve që jemi punëtor shumë të mirë, jemi të fëqeshëm, jemi që me shkututje mos mu Edhe mos mu dërzu kur. qashtë. E përshëndesim edhe na batin shaqe. Shumë, na përkraj, shumë. Për fund, a e ki edhe një mesazh të fundit? Për fund, Qa i kishe thonë njerëzve po, që zhgënjihen po kur i ju kisha mshelet një thonë derë? që mos mu nalë, mos mu mshel mrena, mos mu Mos me më ecë nejt në atë tutje, në atë parë po në atë farë kutine vetë, po me dalë qashtë, për me te dalë, me isojë. ecë, mos me ingu fjallët, Edhe me fy me barriera. vazhdu, me i thy barrierat. Po vjen shumë i Gjevahire, të përshëndes shumë të rej punë të mbarë edhe Faleminderit. jam shumë e lumtur që e njoha një njeri ka që mirë si ti Faleminderit edhe një shembull. shumë për juve që jeni ardhur, na keni vizitu. Shumë faleminderit. Përshëndesim. Edhe unë shumë. Si a i mirë ndërum që shi? Mirë fanes. Qësh po kaloni, Mirë, qësh po shumë, janë mirë, ditë e juja këto? Shumë mirë të kalone. Shumë mirë. Qësh quesh, si quesh? Unë jam Elme Qamili. Po, Pe fillimit të jem të punë. Pe kur u hop fabrika. prej fillimit je këto edhe se ke lëshu punën. Jo. E qësh janë ditë e juja këto, qësh nisni ditë e juja, qësh kaloni me njani tjetërin? Po kalona shumë mirë. Puna nuk është e rëndë, e lehtë se që dhe shumë lehtë. Dhe që këshirëm që kjo është automatik. Dhe që kur të blokohen ka pak, e largojnë e qëto që shtë edhe shumë puna lehtë. Qa do me thonë fresi? Presia dhe me thonë gjithë shka vëlla, se me ka mundësu me ka mundësu që të punë shumë të mirë të mirë. Me ka mundësu një pokë të mirë, me ka mundësu kushtet e mira kur gjithë nga mungan. Pre ushqimit, sigurimi shëndetësor, me trëst me të paguën, kur gjithë nga mungan. Si pas kejt standardeve do me thonë? Po. keq. Unë nuk besoj që na mungon diçka, s'ki dhe çka lyp. Nuk di dhe çka me lyp diçka ma shumë ekstra. Qa ke punu para kësaj punës? S'kum punu kur gjë, puna por këtu. Puna fresia. aktor, Po, ka qenë këto. po. Pse s'ke punu diçka tjetër, apo s'tu ka dhënë mundësia asnjëherë, apo... As s'mu ka dhënë mundësia për çata. Nuk na ka ofruar kërkosh një punë që muna me kryna. Po Por pse? Po nuk po di tash unë pse, a vjen vetë se domethënë e para është që kjo fondacioni Golden Eagle që na ka ofruar çto kushte. E kom Që- fjollën, Po, qa ki problem të shëndetësor, problemin me komp. okej? Po. Edhe asnjëherë nuk të ka dhënë mundësia prej askujt dhe ju hop festja. Qashtë është e vërtet. Deri te fresia. Kjo na ka ofruar çto kushte. Domthonë na ka poshtot çdo vend punës me problemin që kena. E qësh e nditi kur ja ke nis punës to, a ja ambientu shpejt me staf, qësh e qani me njëni tjetërin, Shumë mirë kalon Allah. Shumë mirë na ambientu. Çto.
Dishta me të bo pytje edhe qysh e kam pritur familja për jemi të një. Shumë mirë edhe ata. A janë për proste për gjithë shka dhe? Po, shumë mirë edhe ata se dhe më thonë tash se është poga mirë me qitë pogun të tjera torna s'kam. Dhe më thonë e mbojna familjen. Poga është e knasë, kushtet janë të mira. Gjitha. Edhe gjitha i kam përshkallë. Na jena shoqëni shumë paragjykuse. Edhe në ditët tona të përditshme, në realitet, do më thonë, edhe në biseda mes miq. Qa kime i thonë njerëzve që paragjykojnë, edhe që kanë veç fjallë të qia për me thonë. Tash po ma herët tash po ma mërmenja që është pak ma mirë. Apo më duket tash që ku morë të fresia se di, mu është më duket që pak ma mirë, jenë bo, nuk ka paragjykime që për pora, më duket pak është për mirësim. Zërë të e po, do më thonë që mu po më duket që tash që ku morë këtu, po më duket që tash për vete po thëmë nashtë janë nëllë pak paragjykimit, po ata normal që s'do me pas paragjykime. Edhe a ju kanë lëndu në herë në fjallë dikujt, që të kanë betë në kru, edhe që kështë dosht me nda dhe me neve, diçka që të ka thonë. Personalisht s'ma mërmena, s'kum posë që përvoje, po ka paragjykime, është. Ka. Po njerëzit, qëfar mesazhi ja jep personave me nevojat veçanta? Mas pore ata mos me po vetën që janë paragjykus, halo pa e provu. Ne ta provojnë një herë se s'ma mërmena që del keq. Edhe me guxu, edhe me planu njeri vetën që ashtu që është. Po që është mas mirë është me provu, me pranu që shje. Edhe mos mundojle asë një herë për asë një fjallë të askujt. Qashtu. Në me thonë, sa vjeqar je? Unë e 47. Puna jote e parë ka qenë këto, edhe po besoj që je që 3 vjetë i bëj këto, po sigurisht. Fondacioni Golden Eagle, do më thonë këta janë bujnë mirë gjithë ka, pëtën. Se kum një dhe për para për këta, po tash e kom vërtetu sakta, pëtën. Do më thonë janë njerës që meritojnë edhe që ja vlen me full mirë për ta se janë qashtë. Qashtë është 100%. Po për bacin qaqe, qa kemi thonë? Po bacin qaqe, këtë mirat, s'po disa më thonë. Po për e ndritën? Ndritën, shumë mirë. Shumë mirë, që 3 vjetën e i bëj këtu, asë një vrejti s'ma ka vonë kur veç. Do me thonë është shumë motivuse dhe ju përkra dhe ju mbështet në gjithë shka. Bravo, edhe po më vjen shumë mirë. Kur pa presioni s'kena, pi kërkojna heq, po do me thonë, asë për e ndritit, asë për kërkoj heq. Paga e knaq me kushtet e mira, kolegët e mirë, shefat e mirë, asë një gjohë si mungën edhe po më vjen shumë mirë që... Që tash me më thonë mu lëp diska, nuk disa me lyp ekstra, s'ka. Asë jashtë nuk ishe shku kur? Gjur. Asë një njerë, bravo. Po më vjen shumë mirë basë na falë që të pengum pak edhe përturojmë punë sa më atletë dhe sa më të bërë. Faleminderit shumë për ti. Ditën e mirë, faleminderit.
Një fabrikë letre, e cila është ndryshe dhe e veçantë nga çdo gjë tjetër në Kosovë, neve po na dëshmon se puna, dinjiteti edhe ëndrat nuk njohin kufizime. Kjo kompani quhet Fresja dhe është fabrika e parë edhe e vetme në vend, në të cilën punojnë vetëm persona me aftësi të kufizuar. Ajo që vlen ceket është se nga kjo fabrikë gjitha fitimet e shitjeve shkojnë për personat me aftësi të kufizuar. E çdo ditë ata krijojnë produkte të cilat përdoren në mbar Kosovën. Këta njerëz po e na e dëshmojnë që kur i jep dikujt një mundësi, ai mund ndryshoj botën e vet, por ndoshta edhe tonën.